Situata e krijuar nga çarrja e argjenaturës së Selës në lagunën e Vajinit në zonën e Talës në Lezhë vijon të jetë problematike. Ka prezencë uji edhe në disa banesa, ndërsa shumë të tjera janë të rrethuara. Kryetari i Bashkisë së Lezhës Pjer Indreu deklaroi se operacioni po vijon pa ndërprerje dhe synimi është mbyllja e argjenaturës me qëllim që uji të mos përhapet më tej në zonat e banuara. Situata është nën kontroll, sigurisht që është situatë e vështirë. Është qarë argjenatura rreth 40 metra dhe qatë një argjenaturë e kanalit tyre të larta do ishte për çdo vend një situatë katastrofike, por ne kemi kap situatën shpejt dhe besoj se tash mbrapa situata do jetë jo përmirësuar, po mund shpresoj ta mbyllim sot. Banesa 2-3 janë lajmëruar, ne kemi ndërhyj. Në Borre ka disa banesa që janë, por nuk është një gjendje në nivelin alarmant. Pra duhet ju kërkoj dhe ju media që mos t'ja zat një mikrofonin gjithkujt që fle thatë të shtëpia vet ose shkon han peshkë dhe pi verë dhe vjen tu dhe bën prralla me hallet e njerëzve dhe me një punë të jashtëzakonshme që është bërë 2 net rresht pa fjet fare nga bashkia, nga bordikullimi, nga institucionet e tjera, nga privatët, nga ushtria, emergjencat, gjithkush ka marrë pjesë në një kombinim të jashtëzakonshëm. Autoritetet vendore theksojnë se situata mbetet në monitorim të vazhdueshëm, ndërsa ekipet në terren po punojnë në mënyrë intensive deri në stabilizimin e plotë të gjendjes. Pritet që ndërhyrjet e orëve në vijim të sjellin përmirësim gradual, ndërkohë që banorëve u bëhet apel të tregojnë kujdes dhe të ndjekin udhëzimet e strukturave të emergjencave civile.